E fillojmë me njëherë me takimin e shekullit që është quajtur, sidomos pas ndërhyrjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës, operacionit Epic Fury midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, takimi në midis presidentit Trump dhe presidentit Xi Jinping. Si e vlerësove këtë takim? Si lexove mesazhet që dolën nga ky takim? Përpara se të tregoj vlerësimet e mia, t'jap pak një breaking news, lajm të fundit të emisioni jotë Red, sa po kanë dalë ato pikat e diskutuar në takimin midis presidentit Trump dhe Xi Jinping, disa nga pikat e diskutuara, ti lexoj këtu për televizionistë tuaj për këtë direkte, domethënë tarifat, presidenti Trump thotë që tarifat nuk u diskutuan me presidentin e Kinës Xi Jinping. Trump thotë që nuk pati asnjë, si thua, vendim për sa i përket çështjes së Taiwanit, u diskutua çështja e Taiwanit, por nuk pati asnjë vendim për çështjen e Taiwanit. Thotë që në vitin 2026 mbasi do të ketë disa takime të tjera me presidentin Xi Jinping, sepse shikon një marrëdhënie më të ngushtë midis Shtetit Bashkuar të Amerikës në disa sfera. Thotë që ai dhe presidenti Xi Jinping diskutuan mundësinë e uljeve ose heqjeve të sanksioneve të kompanive kineze të cilat marrin naftë nga Irani. Gjithashtu thotë që dhe Kina nuk ka, edhe pse ato kushtet janë lehtësuar, nuk ka bler asnjë çip të kompanisë Nvidia, kompanisë të Kinës. Pra, këto janë disa nga ato temat që presidenti Trump thotë janë diskutuar. Ky takim ishte një takim i cili besojnë do prekte dy anë të medaljes, themi, anën politike dhe anën ekonomike. Për sa i përket anës politike, sigurisht disa vatra më ngrohtë tani në botë është vatra e Iranit, por duke parë në aspektin e kinezëve, duke parë në aspektin e interesit kinez mbi Iranin dhe jo Iranit për se. Dhe pikërisht për këtë presidenti Trump ka thënë që e dha dhe deklaratën që do të kemi një, si thua, lehtësim të anijeve kineze të cilat marrin naftë nga Irani. Për sa i përket anëve të tjera politike, flas, ka pasur takime dhe është çështje e ngrohtë dhe me Taiwanin, sepse shumë herë Kina ka bërë edhe, si thua, presion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sulmuan Iranin dhe Irani është një aleat shumë i ngushtë i Kinës. Kina ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara, ka kërcënuar me marrjen me forcë të Iranit, por si thua, presidenti Xi Jinping ka luajtur atë rolin në një vit diplomatike shumë të hollë, ku në disa raste ka thënë që ne mund ta marrim, i kemi mundësi për ta marrë Iranin me forcë. Taiwanin, Iranin, bormendja Iranin. Kemi mundësi ta marrim Taiwanin me forcë, por ne do dëshironim që Taiwanit të na bashkohen në mënyrë vullnetare, si thua, natyrale, duke vazhduar duke ndjekur China One, pra Kina e njëshme, Kina e madhe, projektin e Kinës madhe. Për sa i përket luftës në Iran, besoj se është diskutuar, sepse siç tha edhe vetë presidenti Trump, do lehtësohen anijet kineze, lehtësimi anijeve kineze nga Irani, dhe besoj që kjo tregon që është diskutuar, pa sigurisht dhe lufta në Iran. Problemi është se me luftën në Iran ka shumë palë re të cilët janë të futur në këtë lojë dhe nuk duan që lufta të përfundojë tani për tani. Si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Rusia, si Izraeli, pra janë shumë pa, edhe Kina per se, sepse Kina është e balancuar shumë mirë apo e pozicionuar shumë mirë për përballimin e këtij stresi, sepse Kina përdor qymyrin për energjinë e saj, për marrjen e energjisë së saj, dhe është konsumatore apo prodhuesi më i madh i energjisë së qymyrit në botë, dhe si thua, përsëri ata janë të pozicionuar në atë mënyrë që dhe mund ta shtyn këtë kohën e luftës dhe pa ndonjë pasojë të zgjatur. Nga ana ekonomike, pastaj nëse do mund të flasim, sepse edhe këtu ka pasur diçka dhe patjetër. Shikoj, nga ana ekonomike unë shikoj
një bashkëpunim më të ngushtë të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kinën dhe duhet parë se kush ishte aty. Për të rishikuesit tuaj, Redi, nëse nuk e di, unë kam qenë nga të parat që kam qenë përkrahasi presidentit Trump që në 2016 kam bërë luftë në për televizionin shqiptar atë në asë kohë duke mbajtur anën e presidentit Trump. Po besoj që kjo agenda ekonomike e presidentit Trump, apo kjo agenda ekonomike që po shtyn presidenti Trump është një global reset, sepse po mundohet të kaloj, si thua, fuqinë ekonomike nga një anë në anën tjetër, dhe këtë ne e shikojmë me të ftuarit të cilët ai kishte marrë në Kinë, pra të ftuarit ekonomik të cilët kishte marrë në Kinë, si presidenti i kompanisë të çipëve Nvidia, disa presidenta të kompanive të inteligjencës artificiale, Elon Muskun, pra tech industry, industria tech, industria e Silicon Valley, si që themi ne këtu, industria e Kalifornjës, si që themi ne këtu. Dhe kjo besoj që është industrinë e kriptomonedhave, gjithashtu duke inkluduar këtu në këto të ftuar, pra kjo besoj që është një kalimi ekonomisë apo i kontrollit të botës nga ajo monedha fiat apo nga, si thua, mënyra e vjetër e zborit politika apo e zborit ekonomi në këtë mënyrë e re ku çdo gjë bëhet nga inteligjenca artificiale, çdo gjë bëhet me kriptomonedha, ku kontrolli do të jetë shumë herë më i madh se sa do të ishte më parë, apo se çfarë ka qenë më parë. Doron, ndërkohë ajo që ran sy të paktën tek fjala e presidentit Xi Jinping ishte një koncept kurthi i të mos bijem në kurthin e Tukididit. Çfarë është kjo dhe si mund ta lexojmë si mesazh për raportet dypalëshe midis tashmë duhet të thënë dy superfuqive më të rëndësishme të botës? Po, presidenti Xi Jinping ka shumë interesa këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendohet që presidenti Xi Jinping ka vendosur të investojë mbi gati $1 triliard për të ndihmuar industrinë e makinerisë vet në Kinë dhe për të sjellë makinat kineze në këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri tani kjo është ndaluar tani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse Po, e kam parasysh këtë te Laura Ingraham mu duk sikur mazuri syri këtë. Dhe është shumë interesante sepse përsëri tregon një hapje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si thua, karshi Kinës, gjë që mendoj unë do të sillte gjë që mendoj që nuk do t'i poziciononte mirë industrinë e makinave këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ka një ndryshim të madh, që të vim dhe te kurthet dhe te parafrazat e tua. Ka një ndryshim të madh midis ekonomisë kineze dhe ekonomisë amerikane. Ekonomia kineze subvencionohet nga shteti kinez, ndërsa kompanitë amerikane janë kompanitë të cilat funksionojnë në bazë të tregut të lirë. Asnjë kompani amerikane nuk ka fuqi, si thua, të jetë në competition, të jetë në konkurruese. Në konkurrencë me kompanitë kineze, sepse normalisht që nuk mund një kompani private të konkurrojë një kompani gjysmë private dhe gjysmë e mbajtur nga shteti. Pra, mi po si thash, Kina ka interesa shumë jetike këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj dhe shikojmë një tërheqje të tyre përsa i përket një farë agresiviteti kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse me thënë të vërtetën, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina tani në këtë moment nuk do të mund të funksiononte siç bëhet. Mirë, po Kina po mundohet të diversifikoj të gjitha ato mundësitë e vetë të zborit biznes dhe sigurisht që po mundohet të diversifikoj edhe pjesën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra pjesën e ekonomisë së saj që varet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe gjithë kjo lufta që po shikojmë, lufta në Iran, lufta midis Rusisë dhe Kinës, unë personalisht besoj se bëhet për një pjesë të tërheqjes apo të krijimit të një boshti tjetër ku Kina do të jetë përballë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke zëvendësuar petrodollarin. Do jetë përballë dhe ka një strategji kombëtare Shtetet e Bashkuara të Amerikës që tentojnë nëpërmjet saj që
të izolojnë atë që konsiderohet superfuqia në rritje sipas Xi Jinping, por a pas këtij takimi a mendon se do jemi në ato kushte ku ishim në atë përpjekjen e madhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për të izoluar dhe më pas, sipas Mike Pompeos 2019-2020 për të përmbysur më pas regjimin e Partisë Komuniste Kineze? Edhe tani, Mike Pompeo dje bërë një intervistë ku thoshte Xi Jinping është njeriu më backstabber, më nga ata që të fusin fikën mas spine, më i ftohtë, më nga ata që të fusin fikën mas spine. Pra, është një red, ti e njohur si politikës amerikane dhe e di që këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një grup i vjetër neokonservatorësh, të cilët me thënë të vërtetën, po shikojnë që edhe pse kanë kontroll në këtë administratën Trump, po shikojnë se popullsia amerikane në një numër jashtëzakonisht të madh po anon drejt një force tjetër, po anon drejt një force ku America First, apo Amerika e para, apo mos përzierja e Amerikës në këto, si thua, eventet botërore, mos qenia e Amerikës polici botës, mos bërja e luftës Amerikës, këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto, si thua, kjo po bëhet një fuqi jashtëzakonisht e madhe, një fuqi e cila tani në këtë moment është kingmaker dhe duhet të theksoj këtu zgjedhjet brenda partisë, pra primaret brenda partisë guvernatoriale në Ohio, ku Vivek Ramaswamy kandidoi me një kandidat të America First, i cili si thua ishte gati pas një strukturë, derisa kandidati republikan, tradicional republikan, Ramaswamy mori 500 ca mijë vota, por kishte gjithë strukturën republikane, të Partisë Republikane, kishte financime me miliona dollar, kishte mbështetjen e presidentit Trump. J.D. Vance, zëvendës presidenti, bëri fushat për Ramaswamy, kandidati tjetër, Casey, po kandidati tjetër i America First, i cili kandidoi kundër atij, mori mbi 140.000 vota dhe se tash pa ndim, pa me një buxhet jashtëzakonisht të ulët pas një përkraje. Po 140.000 vota në Ohio, çdo të thotë 140.000 vota në Ohio. Në Ohio gara presidenciale përfundon me 10.000 vota më tepër nga njëra ana apo nga ana tjetër. Pra Ohio është një shtet i cili vendos presidenca, Ohio është një shtet i cili është i ndarë gati gjysmë-gjysmë, demokrat dhe republikan. Dhe tani America First është, si thua, kingmaker në disa vende, si për shembull në disa vende kyçe, vende kryesore, dhe pikërisht kjo kast neokonësh, i cila ka sunduar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një problem deri tani, po shikojnë që po ngrihet një lëvizje e re America First, e cila po i zëvendëson, dhe sa më shumë që rritet kjo lëvizje e re, aq më shumë të dëshpëruar janë ata edhe në veprimet e tyre dhe në deklaratat e tyre dhe në çdo gjë tjetër, dhe prandaj besoj që kjo klasë neokonësh mendon që janë në drejt rrugës on the way out, si themi, janë duke dalë nga kontrolli i politikës amerikane, dhe besoj që do bëjnë çështje mundur për të vazhduar të politikën e vjetër, se to është ajo i mbytur i para se të mbytet, do mundohet të rrejë çdo njeri me vete, besoj unë. Jo, ajo nuk diskutohet që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndodh ajo aktualisht kjo përplasje. Ndërkohë, Dorant, për Rusinë, si mendon se e ka lexuar këtë lëvizje, këtë takim, ndërkohë që njoftohet, paktën media njofton që para datës 20, domethënë gati të mërkurën që vjen, Putin do të jetë në një takim me Xi Jinping? Besoj që Rusia i ka objektivat e veta të qarta red. Besoj se Rusia kërkon vazhdimin e luftës në Iran, sepse është duke bërë një paraj jashtëzakonisht të madhe
me naftën që shita, apo me çmimin e naftës, që është tani nuk duhet harruar që çmimi i fuqisë naftës përpara se të fillonte lufta ishte $960, tani ka vajtur mbi $100. Disa sanksione janë hequr nga Rusia në mënyrë për të zëvendësuar atë naftën e munguar e cila është bllokuar nga ngushtica e Hormuzit. Pra Rusia tani është në pozicionet e saj nga më të mirat që ka qenë gjatë këtyre të paktën 3-4 vitet e fundit. Dhe Rusia besojnë që kërkon të vazhdojë kjo. Për sa i përket marrëdhënies së Bashkuar të Amerikës me Kinën dhe marrëdhënies së Rusisë me Kinën, ku mund shihet një farë, ku mund të lexohet nga disa një farë krisje për sa i përket marrëdhënieve të Rusisë me Kinën dhe përpjekjeve të presidentit Trump për të ofruar me Kinën, unë besoj që kjo nuk është e vërtetë. Besoj që ajo goals, ajo dëshira apo vendimet apo ajo që thuash objektivi afatgjat i Kinës është rrëzimi i petrodollarit dhe është rrëzimi i influencës amerikane në kudo në botë, sepse ata i shikojnë amerikanët si një rivalitet, si një rival ose garria si një armik, siç e shikojmë ne ata. Dhe Kina nuk do kishte mundësi ta bënte këtë pa Rusin. Pra Rusia është një forcë e cila i duhet Kinës, Rusia është një forcë që i duhet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe prandaj kemi parë dhe një qëndrim gati shumë miqësor të Shtetet Bashkuara të Amerikës me të presidentit Trump me Putinin në disa raste, pra më miqësor se sa disa kërkojnë ta shohin. Sa me Europën. Eksaktësisht. Kjo ka qenë arsye, sepse si thash, nga njëra anë kemi Kinën e cila kërkon rrëzimin e petrodollarit, e cila kërkon rrëzimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për ta zëvendësuar, janë dy superfuqi që mundohen të zëvendësojnë njëri tjetrin. Nga ana tjetër kemi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që shikojnë Kinën si rrezik, pra si armik, dhe ato kërkojnë po të njëjtën gjë. Të dyja palët janë në një balans, pra luajnë në një balans, sepse me thënë të vërtetën të dyja palët kanë nevojë për akoma kanë shumë nevojë për njëra tjetrën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose kompanitë e Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për krahun e lirë të punës, se nuk duhet harruar që mbi gati 10 milion njerëz tani më në Kinë jetojnë në $6 në ditë, pra kjo tregon një krah shumë të lirë pune, i cili mund të shfrytëzohet nga kompanitë amerikane dhe nga konsumeri amerikan i cili është mësuar të konsumojë, dhe nga ana tjetër Kina sigurisht që akoma ka nevojë, sepse siç e thash në fillim po mundohen të diversifikohen, po mundohen të largohen nga kjo ekonomia e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por nuk janë aty, nuk janë në pikën që nuk do të kishin nevojë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si sa të dyja palët bëjnë atë kërcimin kundra njëra tjetrës me shumë kujdes, sepse edhe nuk e duan njëra tjetrën, por dhe kanë nevojë për njëra tjetrën.